Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo mërkur ju gjen më të vendosur për të përfunduar çështje që i keni lënë pezull. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja, ndërsa në jetën personale një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keq kuptim të vogël. Mbrëmja premton qetësi dhe momente të këndshme me njerëzit që doni. Demi. 29 korriku ju fton të esni me durim dhe të mos nxitoni në vendime të rëndësishme. Në punë mund të merrni një lajm pozitiv ose një vlerësim për përkushtimin tuaj. Në dashuri do të ndiheni më të afërt me partnerin, ndërsa beqarët mund të njohin dikë interesant në një ambient të zakonshëm. Binjakët. Energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të dini të përshtateni me çdo situatë. Komunikimi është pika juaj më e fortë gjatë kësaj dite. Ndaj përfitoni për të sqaruar çështje profesionale apo familjare. Në dashuri sinqeriteti do të sjellë më shumë besim. Gaforia. Dita sjell qetësi emocionale dhe mundësi për të reflektuar mbi planet e ardhshme. Në punë do të keni mbështetjen e një personi me përvojë. Marrëdhëniet familjare do të jenë harmonike dhe do të ndiheni të vlerësuar. Nëse jeni beqar, një njohje e re mund të zgjojë interes. Kushtojeni pak kohë vetes dhe aktiviteteve që ju relaksojnë. Luani. Me diellin në shenjën tuaj, do të ndiheni më të sigurt dhe plot iniciativë. Është një ditë e favorshme për të nisur projekte të reja ose për të marrë vendime që i keni shtyrë prej kohësh. Në dashuri do të tërhiqni vëmendjen lehtësisht, ndërsa çiftet do të përjetojnë momente pasioni. Virgjëresha. Kjo ditë kërkon organizim dhe përqendrim. Do të arrini të zgjidhni disa çështje praktike që ju kanë shqetësuar kohët e fundit. Në punë përkushtimi juaj do të vijë re. Në dashuri është momenti të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Shëndeti paraqitet i mirë, por mos e neglizhoni pushimin. Peshoria. 29 korriku sjell energji pozitive në marrëdhëniet me të tjerët. Bashkëpunime do të ecin mirë dhe mund të lindin mundësi të reja profesionale. Në jetën sentimentale do të mbizotërojë mirë kuptimi, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim të papritur. Akrepi. Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura. Në punë mund të përballeni me një sfidë, por do ta kaloni me sukses fal vendosmërisë suaj. Në dashuri është koha për të lënë pas dyshimet dhe për të ndërtuar më shumë besim. Shigjetari. Kjo ditë favorizon lëvizjen, komunikimin dhe planet për të ardhmen. Mund të merrni një ftesë interesante ose një lajm që hap perspektiva të reja. Në dashuri do të ndjeheni më spontan dhe më të gatshëm për të shprehur ndjenjat. Kujdesuni që entuziazmi të mos ju shtyjë drejt vendimeve të nxituara financiare. Britsjapi. Përgjegjësi do të jenë në qendër të vëmendjes, por do të arrini t'i menaxhoni me sukses. Në punë mund të fitoni besimin e afërorëve ose të bashkëpunëtorëve. Në familje mbizotron një atmosferë e qetë dhe mbështetëse. Në dashuri një gjest i vogël do të ketë ndikim më të madh se sa fjalët. Ujori. Kjo mërkur sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Në punë mund të gjeni një zgjidhje kreative për një problem që dukej i ndërlikuar. Në marrëdhëniet personale është e rëndësishme të tregoni durim dhe mirë kuptim. Beqarët mund të tërhiqen nga një person me interesa të përbashkëta. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita do t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Në punë do të ecni përpara me ritëm të qëndrueshëm dhe mund të merrni një vlerësim për përpjekjet tuaja. Në dashuri dita favorizon afrimin dhe bisedat e sinqerta. Një aktivitet relaksues në fund të ditës do t'ju bëjë të ndjeheni më mirë. Horoskopi në Top Albania Radio.